Kemi hyrë në një zonë lufte, ndërkohë që këtu është një protest që kërkon Po flet Berisha, ndjes, po flet Berisha, ta dëgjojmë pak një sekond. Blendin Albati dhe siç e keni pa, në mënyrë absolute ka qenë sulm personal ndaj tij pa asnjë shkak. Pa asnjë shkak, banditët kanë shkuar dhe e kanë goditur. Keni dhëna sa protestues janë lënduar deri tani? Tani po merrim dhëna, po i mbledhim dhënat. Tani po mbledhim dhënat, por po shkojnë njerëz sepse po shkojnë në urgjencë. Në urgjencë? Okej, po shkon tek Bledioni, është momenti sa po ka mbritur Sali Berisha, është momenti... Një polic. Një polic është me thyerje gjymtyrësh. 3 janë me djegje të shkallës 2, njëri prit të ty në operacion. Ty janë me djegje, po edhe ky polici, edhe ky, do të me thyrje, edhe ky mund të hyrë në operacion se janë duke ekzaminuar, bërë ekzaminimet. Dhe kjo thyrje, nuk e di për çka ka ardhur, se ndoshta ato momenti kur godit me sedet forta, është goditur dhe me sedet forta, ishte dikush që ka goditur me shkop. Jo, ka thyre, duhet që është për Edhe aty mund të ketë... Edhe nga shpërtimi ndo. Edhe nga shpërtimi mund të ndodhë thyrje. Forca goditse, vala goditse. Se po ekzaminohet mund të jenë për 3 operacione në këto momente.